Faleminderit Orila, kam nderin që të prezantoj edhe prindin e konkurrentes sonë të dytë, Dua Pirakot, Eduna. Përshëndetje Eduna. Përshëndetje edhe për juve. Sa është e vështirë për ty sinon për me përkra Dua në këtë rrugë? Për mua nuk është as pak e vështirë, sepse dua ka me pas mbështetjen time dhe të bashkëshortit tim gjithmonë. Ka me ka përkrasja e saj më e madhe për me realizu dua ëndrat e veta që i ka gjithmonë. Jam krenare për Duan. Edhe ne jemi shumë krenare për Duan, faleminderit shumë. Natësia është e imja, faleminderit juve. E ftojmë Dua në skenë. Faleminderit shumë Dua.
Migjan, si të duk interpretimi i duas? Ka vend për përmirësim kur kap notat e larta, domethënë duhet punoj çik më shumë me diaframën, me frymaren, pra. Por mirë është. Mirë. Mirë interpretimi është, e vetëm tonacioni ka pak do vende, po mirë. Nga mosha asaj mirë. Zonja Adon, disa fjalë për interpretimin e duas. Faleminderit së pari që ja keni dhënë mundësinë vajzës time me performu një skenë kaq të mrekullueshme. Ju uroj suksese gjithë dhe fitoft më i miri.